Përshëndetje miq, mirë se vini në episodin e dytë të podcastit ton Humor dhe Dashuri. Këtë vit jam prapë me shoqin time Krisantin, por gjithashtu në podcastin ton është bashkuar edhe një gocë tjetër, e cila do të jetë këtu për gjithmonë. Ajo është Gabriela. Përshëndetje. Përshëndetje Gabriela. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e dytë të podcastit ton Humor dhe Dashuri. Jemi përsëri bashkë, siç e tha dhe Bianca, jemi të treja përsëri, siç kemi qenë në episodin e parë, dhe do flasim për shumë gjëra të bukura sot. Do ketë sigurisht humore që nuk mungojnë fare. Një dozë të vogël humori. Ne kemi pasur dhe verën para. Po. Edhe doja t'ju pyes një goca si e keni kaluar verën ju. Tani unë apo Gabriela t'ja Nise. Okej. Unë këtë verë isha jashtë shtetit, pra në Francë. Kam kaluar jashtëzakonisht shumë mirë, sepse aty ndodhet dhe motra ime. Dhe jam kënaqur pafund, kam ndenjur një muaj aty. Vazhdo Gabriela. Okej, po vazhdoj unë. Edhe vera ime ka qenë shumë e bukur. Kam qëndruar nga kushërira rreth 2 javësh. Kemi shkuar në plas, jemi kënaqur. Kemi dalë në mbrëmjeve, kemi bërë lojra të ndryshme, siç bëjnë adoleshentët. Jemi në fazën. Ti Krisan? Edhe vera ime ka qenë shumë e bukur, e kam shijuar në maksimum. Normal, kam shkuar edhe në plazh, kam bërë ato pushimet e mia në det, kam udhëtuar me familjen, edhe sidomos është pjesa më e bukur kur të vinë kushërinë të jashtë shtetit, që kaloni kohë bashkë, sidomos natën vonë. Po, sidomos me kushërinë e preferuar, është gjëja më e bukur. Edhe kam kaluar shumë bukur, më ka pëlqyer shumë kjo verë. Sidomos muajin kusht e kam shijuar maksimum. Ishte dhe muaji i fundit. Po, do detyroheshim t'i thoshim lam të mirë verës. Normal, çdo ditë duhet ta shijonim më shumë sepse e dinim që po paksoheshin ditët, do fillonte shkolla, do fillonin angazhimet. Në fakt, kjo verë ka qenë më e bukura nga të gjitha, për mua, sigurisht besoj se edhe për ju, sepse ishim mbas një rrugëtimi të gjatë si vit pariste. Po. Dhe po ta mendosh, tani jemi në vit të dytë. Në vit të dytë. Ma akoma s'po besohet. As mua nuk më besohet fare. Unë jam e di për çfarë jam më shumë e lumtur, jam sepse jemi përsëri bashkë siç ishim vitin e kaluar. Po. Do me thënë jemi të gjithë bashkë, edhe për më tepër jemi më të mirë kuptuar se ç'ishim vjet. Po, jemi bërë të mirë. Kemi akoma më shumë dashuri për njëri tjetrin. Po, dhe asnjë shoqëri nuk u prish, as edhe një gjë tjetër nuk ndodhi. Jemi, domethënë, për këtë jam më shumë e lumtur këtë vit, sepse kemi nisur shumë bar. Normal, kemi pasur një zëngë kështu të voçkël. Zëngët normale gjithmonë. Të voçkël ishte, po që kemi kaluar shumë mirë. Unë jam kënaqur shumë gjatë gjithë verës time, edhe tani që filloi shkolla javë e parë e dytë, ka qenë shumë e bukur, me shoqërinë jemi kënaqur. Më e bukur se kur tani goca. Tani do vazhdosh? Po. Goca. Sa herë më ndërpresim. Je më vogla. Jam më e madhe. Jo, je më vogla se mua, je më e madhe antër ajo këtu. Okej. Djese. Asgjë, të falet. Goca, do t'rregojmë eksperiencën tonë si ka qenë vitin e parë. Që tregojmë edhe tani është mirë që ku të kenë kujdes me çfarë të kenë kujdes. Besoj se do na dëgjojnë, po që ne po e bëjmë tonën. Po, do na dëgjojnë normal, pse mos. Atë, goca, çfarë duhet të kenë parasysh vit paristet? Ose vit paristet? Tani sigurisht. Unë mendoj se duhet të kenë parasysh si fillim sjellje. Sjellja me profesorët është e parë. Po. Nëse ke sjelljen, atëherë e ke përmbushur një pjesë të madhe ose një përqindje të madhe të kritereve për të qenë një nxënës i mirë, që edhe profesorët të shikojnë me sy të mirë. Po. Më pas duhet të jesh i fokusuar shumë në mësime, gjë që ne nuk e bërëm shumë. Në vitin e parë duhet klasa jo shumë. Klasa jo nuk e bëri këtë gjë kaq shumë. Të dëgjosh me vëmendje profesor. Po, normal.
Sidomos, më fal Gabër, sidomos në këto lëndët shkencore duhet të në kesh matematik, duhet ta kesh, sidomos fizika është e vështirë, duhet ta kesh më shumë mendjen, duhet të fokusohesh më shumë, gjë që nëse kishim, por që s'ka gjë. Fokusohuni në vit të parë që në vitin e dytë ta keni të thjeshtë. Po. Sepse ne na duket fizika si gjë e pamundur. Në vitin e dytë bëhet dhe zgjedhja e lëndëve dhe në qoftë se në vitin e parë ne do ishim me një mesatare më të mirë, më të mirë domethënë. Ne do ta kemi më të thjeshtë për të zgjedhur lëndët në vitin e dytë. E më qëra fjala, për çfarë do ta vazhdoni shkollën pas e vazhdojmë te vit paristet? Unë nuk e them se sa që i them ëndrat e mia nuk më realizohen. Me punë të realizohen, base nuk ka. Duhet të kesh besim në vetja. Jo, si gjetaris. Unë kam shumë besim në vetja. Hajde thoje tani, se na bëre të gjithë kundërshtar. Thoje. Nuk e, do me them, okay, do të them, po s'mu realizua, ju goca i keni fajin. Thoje. Okay. Do ju dënoj. Policia? Jo, më iku. E kisha dëshirë këtë më përpara kur isha në 9 vjeçare, po tani sikur më ka ikur dëshira sepse kam pasur edhe njerëz shumë që më kanë ndryshuar mendjen, më kanë thënë që ti përmbush gjitha kriteret, pse mos bësh diçka më e lartë, diçka që ty të shkon më shumë. Edhe kam menduar për pjesën e drejtërsisë, për shembull për avokat ose prokurore, do ishte një zgjedhje e bukur, juridiku, domethënë. Po, më pëlqen. Sidomos dhe mua më pëlqen të ndjek lëndët shoqërore më shumë. Jam më e aftë në këto lëndë se sa në ato. Po ta keni vënë shumica e nxënësve këto vitet, më fal. Shumica e nxënësve këto vitet e fundit ka qenë më shumë të fokusuar në lëndët shoqërore se në ato shkencore. Mbase mendoj se janë më të vështira dhe nuk ju japin aq rëndësi. Lëndët shkencore janë të bukura, po që se mund të me lëndët shkencore ke më shumë mundësi zgjedhjeje. Për shembull, unë nuk jam shumë mirë në lëndët shkencore, por këtë vit do përpiqem në maksimum, do jap më të mirën time për të zgjidhur lëndët shkencore. Dhe përpara jush keni një doktoresh të ardhshme. Shpresojmë mos vdesim. Jo, të lutem. Të lutem, jo. Çfarë do unë do mundoj të përgjithshme apo në një deg? Varet tani, si mund të më dalë edhe imazheri, edhe në një deg të mjekësisë do ta kap. Gabriela, shpresoj të jemi gjallë. Unë do mundoj. Kur jemi në Bianca, shpresoj të dalim që aty të dalim të gjalla. Unë do mundoj mos murem, po. Se po vajte në dorë të Biancës. Jo, Bianca do t'ja dalë, Bianca është super god, do t'ja dalë. Edhe unë kam besim në Bianca. Unë kam besim. Ti, Gabriela, çfarë ëndre ke? Unë thoje, kam shumë ëndra. Shiko, në i të ardhme më pëlqen shumë që të ndjek këto fashion designer, e kam ëndër domethënë. Po. Dua që të ndjek modën. Edhe unë kështu kisha ëndër kur isha e vogël. Gabriela vishet shumë bukur edhe e ka atë stilin atë. Kam patur ëndër që në klasën e 6 edhe akoma vazhdoj ta kem edhe më shtohet më shumë. Unë në zakonisht vit për vit i ndroj profesionet. Më fiksohet një gjë, ju them të shtëpis do bëjmë kështu. Unë kam qenë në klasën e 3 që vazhdoj për doktoresh. Pastaj del dikush tjetër, më ndryshon mendjen vete në shtëpi, u them do bëjmë këtë. Edhe çdo vit ndryshoj. Tash në fundi se çfarë do më nxjerri, shpresoj të më nxjerri një gjë të mirë. Prindrit tipik shqiptar që duan që fëmia e tyre të doktoresh, doktor, infermier, suportojnë në maksimum. Mos më pëlqejnë këto deg. Infermier, doktoresh, sidomos kur shikon gjak kështu zot. Ose kur shikon pacient. Okej. Lele, mos e vazhdo. Bianca po flasim për realitetin tënd. Ti çfarë do shikosh aty? Unë përballen me të gjitha. Jam e guximshme. Bravo. Tani hidhemi pak tek viti i parë. Si tu duk ty Gabriela viti i parë? Domethënë se duke ditur që vim dhe nga shkollat e fshatit, ka një ndryshim shumë të madh. Në fillim nuk më pëlqeu fare. Më duk shumë vështirë. Nuk e di, ne nisëm aq vrullshëm. Shumë. E nisëm aq sportivitet me nge. Jo do ta bëjmë këtë, jo e bëjmë. Do me thënë, ne thonim do e bëjmë, po pastaj në fund nuk e bënim. Asgjë bënim. Ne donim, do me thënë që t'ishim gjithmonë ajo klasa më e bukur, që bënim sa më shumë gjëra aventura, po gjithmonë si... Duhet të jenë të gjithë... Nuk ishim shoqërus me njëri tjetrin, ishim grupe, e kupton, nuk tash grupe, okej, kishim komunikim me njëri tjetrin, po prap
Ishim ato grupe, 4 Unë mendoj nga që ishte viti parë dhe secili ta shoqërinë e tij, se ne tani po e vëmë re në vit të dytë jemi të gjithë bashkë. Të gjithë bashkë, nuk kemi të ndarë si që ishim vitin e parë 4 vete aty, 5 aty, 7 aty. Edhe besoj se këtë vit unë mendoj që do kemi më shumë aventura. Unë mendoja. Ky vit është i joni. Vetëm mos na i prishin disa persona. Jo. Unë këtë vit e kam menduar, I kemi të gjithë gjatë. para disa ditësh e kam menduar që këtë vit kemi qenë shumë shoqëror. Po. Okej, ka kaluar 2 javë, po jemi shumë shoqëror me njëri tjetrin, njëri bëjmë çdo gjë që bëjmë në grup. Edhe mua kjo gjë më ka bërë përshtypje. Edhe kam thënë pse se kemi bërë më përpara ose vitin e parë. Duke parë vitin e parë që si ishim neve. Ne ishim blo. Mos e kujtoj. Tash jemi Unë pata një zëng të vogël para se të hyje në podcast me një nga çupat e klasës. Po që Urgullua. E përshëndes, ishte zëng kështu. E vogël, e përshëndes e puth. Me Laurën, Servile. Shko si mbron shoqet e saj. Bianca të lëmë në mes këtu të ngrihem ti tash. Po bëhet foto. Okej. Po bëhet. Për mendimin tim, gjëra që duhet kemi parasysh, duhet të jemi shumë shoqëror në vit të parë. Po. Duhet të them shoqëri, po. Nuk duhet t'i paragjykojmë me të gjithë. Miqësohemi, po. Jemi të gjithë. E di çfarë mendoj jo, nuk duhet t'i paragjykojmë. Barabartë. Jo, po. Në fillim fare, nuk se ne Asnjë. në fillim të themi drejtën i paragjykuam. Të gjithë. Të gjithë. Edhe ne para kemi në paragjykuar. Edhe ne edhe ne ne që jemi nga fshati, se ti je në shkollë qyteti, ne që jemi nga shkollat e fshatit, se na kanë paragjykuar. Po. Po, këtë gjë nuk duhet ta bëj. Edhe ne kemi paragjykuar, mos them jo, edhe na kanë paragjykuar, po ishte thjesht asi që e mendoj çfarë kemi bërë. Gjakoti. Po ju që jeni në vit të parë, tani, besoj se këtë gjë mos e bëni. Duhet t'ju vlejnë, mund t'i dëgjoni sa do pak. Mendoj se duhet jeni shumë shoqëror në lidhje me profesorët, me njëri tjetrin, mos krijoni grupe. Domethënë shoqërinë mund të vazhdoni sipas shoqërisë që keni, por të jeni të gjithë bashkëpunues, të jeni aktivë në ajo klasë. Okej, grupet mund të kenë ata, po jo të rinë vetëm atë grup edhe të injorojnë në pjesën tjetër të klasës. Okej, e ke 4-5 shoqe të ngushta, mund t'ju hapesh atyre më shumë, po s'do të thotë që duhet të injorosh dhe pjesën tjetër të klasës. Kështu mendoj unë, domethënë. Normale. Se neve, domethënë, unë e them, neve 2 muajt e parë të shkollës të vitit të parë kemi qenë shumë paragjykues, jemi mbledhur grup që javën e parë. Po, jemi mbledhur. Kemi përmendur dhe te episodi i parë. Jemi mbledhur grupe edhe kemi paragjykuar të tjerët. Po pastaj kur u njohëm më shumë, kemi thënë jemi bërë pishman për atë që kemi thënë. Pishman, po normal që jemi bërë pishman. Po, unë e them, kemi paragjykuar të gjithë, si çuna si djemi, kemi paragjykuar, po më tani që kemi zënë një shoqëri të ngushtë, të madhe, themi pas kemi bërë gabim, kemi ndruar mendim për atë person që e kemi ofenduar. Ofenduar në thonjse ose si kemi thënë. Tani dhe me profesorët duhet keni shumë kujdes që ata t'ju marrin me sy të mirë, duhet ju silleni mirë, duhet ju mësoni si fillim që t'ju marrin me sy të mirë. Normal, po edhe e para unë besoj se duhet jetë sjellja. Po, sjellja ti. Nëse profesori ose profesorja është duke t'ia kthye llafin profesorit. Duhet t'ia kthyesh. Ose në edhe gabim Bianca. Nëse profesori ose profesorja është duke shpjeguar dhe ti në kratë e profesorit mund të bësh të qeshësh ose të thosh fjalë të tjera, është ofendim. Edhe normal që aty profesori nuk do të marrë me sy të mirë. Po. Do ketë atë mendimin e tij dhe në fund del rezultati. Çfarë duhet të bësh që profesori të shikojë me sy të mirë? Unë me përmendimin tim është detyrat, ja bësh të rregullta, edhe të mësosh. Nëse se korrekt, të paktën sjellin edhe detyrat ti kesh. Mirë, okay, nuk mund të mësosh shumë, se edhe neve në një lëndë për shembull, kemi kapacitetin, ka problem. Them, në lëndën e fizikës ose të kimisë nuk janë nxënëse mirë. Të gjithë e dinë. Po të paktën nuk kam pasur atë sjelljen arogante ndaj profesorëve. Nuk duhet ta kemi asnjëherë. Po, ose që ta ofendoja në orë të mësimit, ofendimi është që kur ti qesh ose bën zhurmë me shokun e bankës aty dhe nuk e respekton profesorin që flet. Të paktën, okay, nuk mëson mirë, po të paktën ri dëgjoje se mund të fiksosh edhe më shumë. Se ne shkojmë gjithmonë me atë mendimin që shiko se unë nuk e di këtë lëndë ose nuk më pëlqen kjo lëndë dhe nuk dua të mësoj ose do bëj çfarë të dua këtë orë. Ose kanë nxënës që nuk futen fare atë orë. Po pra, edhe ky është ndër ofendimet. Ndërmja e orëve është
Po, Okej, për shembull, sidomos në vit të parë nuk mund t'i lesh orët. Në matur, mos bëni gabim të lini orët vitin e parë, sepse kemi provuam neve, e provuam prindrit do t'i keni aty te dera e rashit. Të ravitur të gjithë. sepse ne e Vini ne provuam, 30 prindër të gjithë. sepse ne e provuam orën e lënjes, i lam orët edhe provuam ç'na gjeti. Okej, nga pjesa e shkollës na gjeti gjë, po në shtëpi fjalët e prindërve të rëndojnë më shumë. Po dhe në shkollë se penalizohesh. Edhe aty të marrin më shumë me sy të keq mësuesit, mendoj. Se kemi edhe këtë fjalën që dikush një nxënës që nuk mëson fare apo nuk bën detyrat, duhet të ketë sjellje. Po. Në qoftë se ka sjellje nuk do ngele. Ta themi ne me plot gojë këtë, nuk do ngele, ta Nëse kalon. ka sjelljen e ka të gjitha. Po. Dhe nëse profesori të thot një llaf, ti nuk duhet t'ia kthesh. Ti je ai Po, i fundit ri që e aty. mbyll, e Po, thot. edhe nuk duhet ta ngrish zërin njësoj me profesorin. Po. Mendoj Nuk mëson nuk bën detyra thjesht ki sjellje. Disa të Sjelljen, tjerë, po. disa të tjerë Sjellje. Se mos ja u bëm të mërzitshme, po ne e kemi për të mirën tuaj. Se do vini dhe ju një ditë. në vit të dytë do ju vinë Dhe- men siç na erdhën ne. Do pendoheni, po do jetë pak vonë. Unë mendoj se disa nxënës duke lënë orët e mësimit mendoj se janë cool. Çfarë? Jo cool. Jo cool. Cool, janë duan të duken, e kupton? Aha. Jo. Kështu mendoj unë. Cool janë të Ose- lezetshëm. Ose duke bërë zhurmë në klasë, duke bërë gjëra, veprime të ndryshme. E keni parasysh? Po. Po. Unë kështu mendoj, do me thënë duan të duken, po pastaj në fund. Ai, Jo, se më i do bën edhe bëjmë për dushmani qefin e ditë. tyre ato. Po. Okej, pra po normale, tash se- prap. Është edhe qef se një ditë tani normal do t'i lëm orët. Okej, nuk them Edhe që ne, edhe këtë vilbase, po edhe në matur normal që do t'i lëm orët. Unë Një nuk ditë do jam- dalim për kafe si. Janka që do si bëj klasë. doktoresh, na thoshi dhe Do t'i le, vetëm orën e kimisë dhe biologjisë nuk do nuk t'a i le. le, po. unë nuk jam ajo vajza që them që mos i lini orët, se unë jam ajo që i la e para orët. Po që mos i lini vitin e parë. Për shembull Po. në fillim ose nga mezi mos i lini, nga fundi, okay, hajt se fundi tani kanë lënë. Po që nga fillimi mos i Po lini. jo. Mendimi im. Edhe në vit të dytë, nuk po them vit të dytë në fillim të lini orët, Jo, nëse jo. kemi lanë. Jo. Jo. Normal. Akoma se kemi bërë, po do ta bëjmë së shpejti. Çfarë duhet të kenë tjetër parasysh vit paristet? Po, këto ishin të gjitha në përgjithësi se besoj se mund të kenë. Unë dua t'ju them që duhet keni shumë kujdes se silleni komunikimi me shoqërinë. Këtë dua t'ju them. Sepse Mos u neve zgjidhni me njëri tjetrin. jo, se mund bëjnë edhe debat për një lloj arsye që ne se dim. Për shembull, siç kemi bërë ne debate për gjëra Po. koti, për shembull për një fjalë goje ne kemi bërë debat. E kupton? Edhe këtë do ju thoja që duhet keni kujdes me si shprehni ndaj një personi që nuk e njihni, nuk e njeh shumë shoqëri, se aty pastaj fillon Mos krijoni konflikti. shumë konfidencë Po. ose ti hapeni. Okej, të hajde në të tjerëve, hapur të se për shembull unë të tregoni hapem shumë. ty se të kam shoqë të ngushtë, po për shembull mirë, pa, nuk mund t'i japem një gocë tjetër që s'ka më konfidencë. E kuptoj, po. Po. Këto ishin në përgjithësi që mund të ishin në- thoshim vit paristeve. Këshillat që Tani ne çfarë mund të kishim. bëjmë ne diçka argëtuese së bashku, se jemi në episodin e Të dytë. dytë. Janë tani dhe zgjedhjet e presidentëve. Po. Tash janë vendosur Suksese të gjithëve. Po, të gjithë Po nuk i presidentit. di tamam. Po, Asun, fitoftë më i atë miri. atë do të pyesja kush do kandidoj këtë vit. Si di tamam akoma asun, po që fitoftë më i miri. Edhe unë kështu mendoj, më i miri, Edhe unë. ai që mendon që do bëj sa më shumë Mund t'i gjëra, jap gjithçka për shkollën, të bëj. më shumë gjëra se që janë Po. bërë vjet. Vjeti ishte vërtet shumë bukur, janë realizuar shumë gjëra, sidomos pjesa e festivaleve është organizuar shumë bukur, Po, gjë që deri shoh që ishin fitues, normal. po. Në përgjithësi, tani ne do të rregojmë disa histori, pra kemi hapur një ask në Instagram, në faqen tonë të Instagramit, ku ju mund të bëni follow podcast studio, humor dhe dashuri, e cila menaxhohet nga unë dhe Krisanti. Në Instagram kemi hapur një ask që na ka dërguar disa histori me shoqërinë, pra do me thënë zënkat, konfliktet që kanë patur, janë disa komike, por ka dhe disa që janë vërtet wow. Ishin edhe disa persona që treguan për dashurinë, por nuk e di se unë s'është se do kam t'i lexojmë të gjitha tani. nuk do se i më kam janoj asgjë. lexuar Tani unë shumë. do t'rregoj diçka, do
tregoj një histori që është, domethënë, të zihesh për një foto në Instagram. Është besoj se kjo dhe mua më përket. Bianca si përket se Bianca ziret për foto që herim në Instagram, që kështu Bianca është fiks për ty, mund ta lexosh. Ta lexoj? Po. Nuk do përmendim emra, do i gjithçka anonim. Dy shoqe të mira vendosin të bëjnë një foto për Instagram. Njëra donte të ishte në mes, tjetra donte të ishte në këndin e saj të mirë. Siç kjo më përshkruan mua, se dua të jem gjithmonë në pikë të vëmendjes. Azer filter. Pas 10 minutash vendosje nuk ishin marrë ende vesh. Unë dal kesh në anën e majt, thoshte njëra thoshte po unë nuk dal dot në të djatën se dukem sikur kam një sy më të madh, fundër më të madhe, jo më del pjesa e profilit keq, jo dua të rikshoj. Kjo jam unë. Po ti s'ke sy të madh, ke kokën që del si balon, i thon njëra. Dhe kështu, Gabriela, të lutaj më dëgjo. I thot njëra që po ti se ke syn e madh, e ke kokën si balon. Ja këtu nisin ofendimit dhe nisin zënkat. Po mirë. Ku vete ma të kokti. Filluan të qeshnin me këtë shaka, por nga i qeshura, u inatosen. Njëra e fshiu foton dhe tha, ok nuk do dalë më kur foto me ty. Kaloi një ditë pa folur. Të nesërme njëra prej tyre postoi një selfie vetëm me përshkrimin kur shoqja të lë, vetëm ndel më bukë. I ka përdis shoqes. Tjetra e pa dhe qeshi aq shumë sa nuk rezistoi dot dhe i shkrojti. Ok, po dalim bashkë prap se vetëm dukesh si e braktisur. Pasha u rikthye dhe përfunduan duke bërë një album të tërë fotosh, por me rregull të ri. Një ditë vendos vendin njëra dhe ditën tjetër tjetra. Tani kemi dhe një mesazh që na e kanë shkruar. Shoqet mund të zihen për një kënd kamere, po në fund nuk mund të jetojnë dot pa njëri tjetrën dhe pa një selfie të re. Po. Kjo më pëlqeu shumë si histori. Një ndër nga historitë që Bianca lexovi, kurse unë do lexoj një nga historitë tjera. Është vajzat, janë dy vajza, do i lëm anonim. Normal, gjithçka është anonim. Një nga vajzat ishte gjithmonë vajza e heshtur në klas. Askush nuk fliste shumë, dhe ajo e kalonte kohën me librat e saj. Që ka vajzë që mëson ka. Një dinte një nxënëse e re u transferua në klas. Ishte e hapur, plot jetë dhe shumë e sjellshme. Ajo ishte e vetmja që ul pranë vajzës dhe nisin të flisnin çdo ditë. Gradualisht, vajza filloi të hapej dhe të besoi në vetja. Pas një viti ajo fitonte një konkurs shkrimi dhe në fjalinë e saj tha, nëse do të ishte emrin e vajzës, ndoshta nuk do ta dija sa vlente zëri im. Do me thënë kjo, falë shoqes së saj, ka kuptuar që ka pasur diçka në veten e saj që nuk e kishte shfaqur, mbase nga që klasa mund ta injoronte, nga që ajo rinte gjithmonë me librat e saj, edhe kur vajti kjo vajza ju hap, vendosin që të flisnin bashkë, edhe fal kësaj vajzës ajo fitoi konkursin e shkrimit. Unë për këtë vajzën do i thoja bravo të qoftë, vërtet je një shoqe besnike dhe mbas mësimeve. Po. Edhe falë kësaj vajzës ajo fitoi konkursin e shkrimit sepse unë ndjem më e hapur, unë ndjem më, domethënë e tregoi më shumë atë veten e saj që e kishte nga brenda dhe nuk e shfaqte dot para klasës ose para njerëzve të tjerë. Po marr pafund mesazhe në lidhje me këto historitë. Po kartër. Vetëm një që do lexoj. Ishte një mua pse më ndërprisni gjë. Edhe mua s'më leni radhas. O më falni. Do të thënë në tërë këtë mes flasësh? Po, flas shumë dhe do të përjashtojmë. Jo, po e di doja të thosha vetëm diçka, kjo është gjë që unë nuk e besoj asnjëherë. Besoj se ky duhet të jetë djalë. Dashuria e parë në trenin e mëngjesit. Po mirë, ata janë takuar bashkë në autobus dhe kanë në dashuri. Po ku ka tren në Shqipëri që këtë jetë dashuruar në tren? Po s'ka ka cekur që ka në Shqipëri. Ai mund të ketë gjë edhe diku tjetër. Po në tren tani. Po marr pafund mesazhe sepse po menaxhoj faqen e podcastit dhe janë aq shumë histori sa do t'i lexojmë avash. Po. Jo dhe shumë, se normal që nuk kemi kohë. Tani le të vazhdoj Gabriela me historinë e saj, ta dëgjojmë dhe ta komentojmë. Kjo është një histori e sikletshme shumë. Që na ka ndodhur vetë. Po. Isha në bibliotek duke u përpikur të isha i qetë. Kisha hapur librat para meje duke studiuar në heshtje.
papritur telefoni im filloi të bjerë me një këngë super tërpëruese. Që kisha harruar fare si rington. Gjithë salla ngriti kokën dhe më pa, o skuqa, dhe fillova të kërkoja me panik butonin mute. Por nuk po e gjente dot. Pastaj e futi telefonin në çantë dhe po e shtrëngonte çantën me aq fuqi sa kishte që mos dëgjoste kënga, por nxorë nga biblioteka. Kjo më ka ndodhur edhe mua, sikletshme. Kjo më ka ndodhur edhe mua kur kam shkuar një rast kur kam shkuar në bibliotek, më ka ndodhur e mua e kisha lënë telefonin me zë të lartë edhe më bie telefoni, po atëherë isha fiksuar pas një këngë të preferuar, edhe kisha vëzile telefoni. Po atë ditë, sepse çdo të shtunë të diel biblioteka është gjithmonë plot. Edhe kishte aq shumë njerëz sa jam ndier aq e turpruar sa për 2 javë nuk kam shkuar në bibliotekë. Për 2 javë nuk kam shkelur në bibliotekë. Mendoj se më ka ardhur një histori shumë prekse. Tani është një histori që vërtet na prek të gjithëve. Mendoj ta lexojmë dhe këtë, të japim një koment dhe ta mbyllim për kaq. Jo, kisha edhe unë një histori. Okej, edhe Gabriela. Okej, 2. Po e bëjmë. Shoqëria që u prish për një sekret. Kjo është diçka vërtet që na intereson të gjithëve. 2 shok ishin bashkë që fëmijë, luajtën në të njëjtën lagje, ndanë bukën e mëngjesit në shkollë, madje edhe biçikletën e vetme që kishin. Të gjithë i njihnin si dyshja e pandar. Një ditë në gjimnas u grindën për diçka të vogël, kush do të dilte i pari në prezantimin e klasës. Sheri u bë i madh, aq sa nuk folën për ditë të tëra, por kjo ishte vetëm maja e akullit. Shkaku i vërtet ishte diçka që Lisi e mbante të fshehtë, se e përmenda dhe emrin, po që ka problem. Pas disa javësh, shoku tjetër mësoi rastësisht nga dikush tjetër se, domethënë shoku që kishte, se ishin të 2 shokë të pandar, kishte aplikuar për një bursë jashtë vendit, një bursë që ai gjithmonë e kishte ndëruar. Pra ishte një nxënës i mirë në mësime dhe ka aplikuar për një bursë. U trondit. Se nuk ja kishte treguar atij shokut më të ngushtë. Ai ndjeu tradhtin, zemërimi ja mori vendin çdo kujtimi të mirë. Filluan të mos flisnin më dhe pse shiheshin çdo ditë në shkollë. Kaluan shumë muaje. Ditën tjetër shoku do nisej për jashtë shtetit. Ai nuk shkoi ta përshëndeste, nuk e përshëndetën njëri tjetrin. Ai tha me vete, pra mendoi se ai nuk më besoi. Tani pse unë t'jem më pranë ti? Po një javë më vonë ai gjeti një letër në dollapin e shkollës. Ishte letra e shokut të tij të ngushtë, që ja kishte shkruar para se të ikte. Në të shkruaj: "Nuk të tregova për bursën sepse doja ta provoje edhe ti. Nuk doja të ta hiqja shansin. Mendova se po të tregoja do të ndiheshe në garë me mua, po ti je shoku i më i mirë. Nëse unë fitoj, fitojmë të dy. Nëse fitoj e ti, do të isha më i lumturi. Mos haro kurrë. Shoqëria jon është mbi çdo bursë dhe mbi çdo vend." Pra, ti shoku ju drodhën duart, filloi të qante, kapluan emocionet, kuptoi se ishte zemëruar për asgjë dhe kishte humbur kohën më të vlefshme duke i kthyer shpinën një njeriu që gjithmonë kishte menduar për të. Kjo histori është shumë befasuese sepse tregon se shpesh pas një zënke të vogël fshihet një e vërtet që nuk e dim dhe nuk duhet të paragjykojmë, as të prishim shoqërinë dhe shpesh kuptojmë vonë se sa vlejnë njerëzit tanë. E kuptojmë me vonesë që njerëzit vlejnë shumë. Tani, unë ndër dje po lexoja disa histori dhe një histori e cila na prek edhe neve tashmë si adoleshent është TikToku. Rrjetet sociale. Po. Sidomos TikToku. Unë mendoj se janë pak argëtuese. Jo, unë nuk mendoj. Okej, mund të jenë argëtuese, po jo deri në atë moment sa shoku mund të bullizoj ty në një live në rrjetet sociale. Po, kjo është diçka shumë e ndyrë se tani dhe adoleshentët janë duke shkuar nëpërmjet vrasjeve. Po. Ka dalë shumë live që janë bërë shumë buj. Po. Sidomos rrjetet sociale, TikToku, live-i. Vazhdo të lutem. Ky djali më duket se është djalë i mirë, por shoku i atij nuk besoj se është një djalë i mirë dhe i respektueshëm. Atëre, është një djalë, nuk po ja përmend emrin, bëri një video tase për mësuesin e biologjisë, duke i metuar se si thoshte kujdes me mitokondrinë. Është mitokondrinë. Doktoresh i di. Është energjia e qelizës. Gabimisht e postoi në TikTok publikisht në vend të privat.
Në vend që ta publikonte privat, e publikoi publikisht. Ta shikonin të gjithë, everyone. Po. Të nesërmen e gjeti mësuesen në korridor duke i qeshur. Nëse më imiton kështu, të paktën merr notën 10, i thot mësuesja nxënësit. Edhe gjithë klasa nisi të thëriste, Zoti mitokondri. Pra ja vuç dofkë. Deri këtu po e lexoj, nuk po e lexoj për më tej. Ky është një ndër nga gabimet që bëjnë nxënësit, që imitojnë mësuesit gjatë orës së mësimit. Që pa lidhje. Ose kur i filmojnë. Po. Prandaj mendoj se na njëherë kjo pjesa ku thonë mos merrni telefonat në shkollë është e vlefshme. Po. Okej, neve nuk mund na vi mirë, edhe mua për shembull nuk më vjen mirë kur më thonë mos e merr telefonin në shkollë. Nuk më vjen mirë, por për mendimin tim në këta persona që janë kështu bëhet shumë e vlefshme. Po, Nuk është marrë kod ky ligj. Po. Për asysh. Se kemi parë sidomos Jam mbështetur në disa fakte, prandaj i kanë. Po, sidomos e kam parë shumë në këtë vitin e fundit, kam parë shumë që shumë nxënës po tallen me mësuesin në mënyra se si shpjegojnë, ose edhe një gabim që mund të bëjnë mësuesit, se çdo kush bën gabime, s'ka njeri që s'bën gabime, fillojnë me ato ofendimet, fyejnë, bëjnë edhe sidomos në pjesa kur hyn live në TikTok ose un kam parë një rast TikTok është shumë. Un kam parë një rast të goca ku ishin dy çupa, jo dy djem, ishin dy çupa, ishin futur live në TikTok dhe në atë moment kishin lëndën e matematikës. Po. Edhe aty, ato në vend që të dëgjonin mësimin, të kuptonin çfarë mësuesi, ishin duke marr shikime nga ndjeksat, se mund të thuash se mund të bëjnë influencer, po. Mund ta bësh influencerin, po pas shkolle. Jo brenda shkollës, Nuk besoj se jeni tamam influencer, tamam që të dilni në për live e TikTok. Duke tallur mësuesit ose duke tallur shokët e është puna e shoqet tyre, klasës. por që mendoj se nuk duhet ta bëjnë. Gabriela, ke edhe një histori? Kam dhe një histori përfundoj? përsëri ka lidhje me shkollën, profesorët, gjë e turpshme. Po. Isha duke u ankuar për profesoren kujdestare në grupi. Po. Por pasi dërgova mesazh, pasi e kisha dërguar te grupi i klasës ku ishte profesori. Po. Kishte utova direkt, i shkrova profesores në privat që kisha për një profesor tjetër. Ajo më shkroi dhe ma ktheu turp të vi që flet kështu për një profesor. Po. Ditën tjetër zëja që të shkoja me në shkollë, por pas disa ditësh u ktheva dhe i kërkova falje. Akoma më vjen turp. Normal që duhet të vi turp. Ti duhet ndrosh shkollë, jo të vi turp. Mendimi im. Edhe ne kemi bërë shumë mirë këtë gjë. Jo për profesoren, po për shembull kur Për kemi shokët. Po, për shembull jo, unë dua të çoj screenshot dikujt tjetër, ja çoj aty që ja ka bërë screenshot. Unë e kam bërë disa herë këtë, po kam qenë gjithmonë e vëmendshme për gjërat që dërgojnë në grupe ose Jo, në njëre kam private. bërë. Jo, them edhe unë e kam Dhe bërë unë disa kam bërë, herë. jo një herë, po disa herë. Por jo që të ofendoj mësuesit në grupe. Okej, tani e kam kemi bërë, mund t'ju themi. Ore, nuk e kuptoj. Jam gjithmonë kurioze për këta, si e marrin tërë këtë guxim, si e mendojnë në njërë që të ofendojnë një mësues ose nuk e di domethënë. Unë jam gjithmonë e provon, çuditur. pastaj zoti thotë ja tregon që se bëre tamam, se bëre mirë. Jam gjithmonë e çuditur, nuk e di Gabriela. Kjo ishte një pjesë e historive tonë, se ka pa fund mesazhe, ka nuk shumë. mund t'i lexojmë të Kemi- gjitha. Janë edhe disa që më Janë vjen te shumë vi. për të qeshur. Nuk mund të. Ishte njëra se po e lexoja tash, ishte njëra gjyshi dhe TikTok. Okej, do ta Leve, sot me kaq. Po. Ky ishte episodi jon i plot, episodi jon i dytë. Mendoj se tani erdhi koha të themi pak lamdu mirë në thonjza me ju dhe të shihemi në episodin tjetër, në episodin e tretë, ku do jetë një episod fantastik. Është shumë i po ju bukur. zbuloj. Unë do ju them vetëm diçka të vockët. Është shumë i bukur, nuk do xhirohet këtu brenda, por do xhirohet diku tjetër. Mos i ashtu, Kaq. mos na prishem Do jetë- planet. Do jetë era Mos e parë, tregojmë diçka. do jetë era e parë që kjo ndodh në një podcast. Këtu. Shumë bukur tani. Ky është episodi jon i dytë. Unë po ja bëj me Episodin e tretë. Duke Bye guys. Bye bye.